Një ditë pasi gjykata kushtetuese e riktheu në detyrë zëvendës kryeministren Belinda Balluku është thirrur dhe po mbahet që nga ora 14 një mbledhje urgjente e kryesisë së Partisë Demokratike. Në fjalën e tij në hyrje të mbledhjes së kryesisë, Berisha ka paralajmëruar protestë kombëtare. Por çfarë po ndodh brenda në këtë mbledhje në selinë e Partisë Demokratike, ne kemi kolegen Esiona Konomi, e cila do të na informojë mbi debatet dhe diskutimet që po vijojnë ende në Selim Blu. Përshëndetje Esiona, vijon me debate të forta mbledhja e kryesisë? Në fakt, po vazhdon prej më shumë se 3 orësh kryesia e Partisë Demokratike, thirrur nga Seli Berisha menjëherë pasi gjykata kushtetuese dje riktheu në detyrë Belinda Ballukun. Ajo që publikisht tha Seli Berisha është që në 22 dhjetor kemi një protestë kombëtare, ndërkohë që nga ky moment ndërpret çdo bashkëveprim me Partinë Socialiste për fshirje reformën zgjedhore dhe atë territoriale. Por pavarësisht kësaj, nuk ishte çështja Balluku apo nuk ishte protesta ajo që ka dominuar dhe po dominon këtë mbledhje të gjatë të kryesisë demokrate. Duke hyrë në këtë seli, Ervin Saljani, që ka nisur një lëvizje zgjimi brenda Partisë Demokratike, tha se nuk janë foltoret që po mbahen përpara kryeministrisë nga Berisha si zgjidhje për të rrezguar Ramën, por duhen revolta. Menjëherë, sapo ai hyri lart, Seli Berisha foli për zjarfikës, duke lënë nënkuptuar se kishte fjalën për Saljanin dhe tha se kush nuk bashkohet me Seli Berishën në këtë aksion është anash dhe jo në ballë të kësaj betejë. Ajo që vazhdoi më pas me dyert të mbyllura ishte më interesante. Rrallë herë në këtë godin mund të dëgjuar të bërtas Seli Berisha, sepse sigurisht që nuk është ndonjë habi të bërtas Flamur Noka kur debaton me dikë, qoftë ky edhe Ervin Saljani. Por debati ka qenë kryesisht mes këtyre të dyve, sekretarit të përgjithshëm Flamur Noka dhe Ervin Saljani, antari i kryesisë. Zoti Noka mësohet, i ketë thënë zoti Saljani, se me këtë lëvizje që po bëm paralelisht ose po themi në konkurrencë me linjën e Partisë Demokratike, është një rrugë e cila ndihmon ata që kanë përballë, pra Partinë Socialiste. Ndërkohë që Ervin Saljani mësot i ketë kërkuar dorëheqjen Flamur Nokës, duke e bërë atë përgjegjës për gjendjen që është partia, duke thënë se partia është e shkatëruar dhe gjithashtu duke bërë përgjegjës Flamur Nokën për mos menaxhimin e firmave që bën avokat populli Endri Shabani, një kritik të Sali Berishës dhe të Partisë Demokratike. Ndërkohë që me Sali Berishën ne kemi dëgjuar në sfond, ai sa mund dëgjoni nga zërat e lartë, se Ervin Saljani ka debatuar për ata fitues primareve të Partisë Demokratike, pra njerëz që garën e brendshme morën shumë vota e në fund fare nuk kishin kandidat, siç ishte Hysen Kadia i qarkut të Tiranës, më i votuar në qarkun Tiranë, një demokrat i Kavajës, dhe që Sali Berisha dëgjoi të thoshte unë kam komunikuar me Hysen Kadin dhe kam çfarë më ka thënë ai dhe ti nuk ke të drejtë dhe në këtë moment në kraj ditë e Flamur Nokës dhe thënë të tjerë vini e mashtrues. Pra, skema e përgjithshme është që deri tani nuk kemi dëgjuar mbështetës. Jo, nuk ka përfunduar janë kolegët tanë gazetarë që presin dhe studiojnë çdo moment që të mbarojmë mbledhja e kryesisë, por nuk ka përfunduar. Dhe për ta përmbyllur konkluzionin e asaj çfarë kemi mësuar deri tani është se deri në këtë moment nuk kemi mësuar për demokrat antar kryesie që t'i kenë dalë në krah Ervin Saljanit. Pra ka qenë një përballë të gjithëve. Të paktën nga ata që kanë zgjedhur të flasin sot, se me siguri mund të ketë ata që nuk janë shprehur, por që mund të në një formë apo në një tjetër ta mbështesin Ervin Saljanin, por betejë kryesore, se përplasja kryesore ka qenë mes Nokës dhe Saljanit për këtë çështje.